Komuna Ulqini dhe organizata turistike e qytetit ka nisur një seri takimesh me aktorët kryesor të sektorit të turizmit për të analizuar sezonin 2025 dhe për të hartuar planin e punës për vitin 2026. Drejtori i organizatës turistike dhe Ulqinit, Qazim Hoxhiq, deklaroi se këto takime synojnë bashkëpunimin më të ngushtë midis institucioneve dhe bizneseve lokale. Është e rëndësishme që të planifikojmë tani, jo në prill apo në maj, në mënyrë që të kemi kohë të zbatojmë gjithçka që planifikojmë, u shpreh ai. Normalisht që organizata turistike së bashku me komunën e Ulqinit ne jemi në dispozicionin e hotelierëve, të plazhistëve ose të themi të gjithëve që kanë bëjnë me sektorin e turizmit. Dhe normalisht sot filloi një sër takimesh, do të takimi i parë ishte me hotelier edhe me një pjesë të akomodimit privat, ku janë zgjedhur të gjithë hotelierët dhe 40 akomodimit privat që ishin takspagues më të mirë. Dhe biseduam për planin, apo të themi për problematikat e 2025-ës dhe planin e 2026-ës, duke marrë parasysh se organizata turistike planin e formulon që në vitin nëntore përfundon dhe duhet të jemi të gjithë së bashku që të kuptojmë se çfarë duam për vitin 2026 dhe normalisht që shkoj shumë me sukses. Dhe tani po vazhdojmë të themi kështu me pjesën tjetër të takimit, ku do të bisedojmë me të gjitha afaristët, po ashtu në të gjitha këto tema, se nuk është e mjaftueshme 2 orë që patëm deri me tani. Takimi i parë u mbajt me hotelierët dhe pronarët e akomodimeve private, ndërsa në ditët në vijim do të zhvillohen takime me pronarët e plazheve, kampeve dhe sektorin e gastronomisë. Sipas Hoxhiq, synimi është që përmes këtyre diskutimeve të krijohet një pasqyrë e qartë e problematikave dhe të përcaktohen prioritetet për sezonin e ardhshëm. Nesër është takimi me të gjithë pronarët e plazheve dhe pronarët e kampeve, kurse pas nesër është takimi me gastronomët. Do të thotë me gjithë këto thithje, me të gjithë këto mendime të ndryshme, ne do të arrijmë nesër që në planin 2026 të kemi ndoshta një pasqyrë më të pastër ku ishin problematikat dhe çfarë të bëjmë në sezonin e ardhshëm. Mendoj se kjo është një praktikë e cila nuk është bërë deri me tani dhe mendoj se kjo sigurisht që do të jap, sepse organizata turistike ka planin e vet, si çdo institucion. Në qoftë se arrin kërkesat në prill apo në maj është gjithçka vonë, sepse planifikimi do të bëhet tani deri në dhjetor apo deri në fund të nëntorit. Pse ditën e sotme takimi mbyllur për mediat? Takimi ishte i mbyllur sepse është shumë më lehtë për secilin person që don të drejtohet, është më thjesht dhe më lehtë komunikimi që mund të bëhet edhe të zhvillohet, pse jo, edhe ndonjë debat edhe diçka tjetër, kurse përderisa janë mediat, njerëzit janë ndoshta pak më të mbyllur. Dhe normalisht mbas këtij takimit, edhe kjo nga që ishte Ky nuk ishte as tubim, ky ishte takim. Në organizatë turistike ne nuk kemi vende për 40 apo 50 persona, kështu që thjesht ishte e bërë në sallën e Otrantit. Dhe do të vazhdojmë nesër dhe pas nesër. Kështu që në përfundim mund të ndalim të gjithë me një sugjerimet e tyre etj dhe mund të bëjmë një përmbledhje të gjithë së bashku për planin e 2026. Takimet po zhvillohen me dyert të mbyllura për mediat për të siguruar komunikim të hapur dhe efektiv mes pjesëmarrësve. Ky proces që për herë të parë organizohet në këtë format, pritet të ndihmojë Ulqinin të ketë një plan më të detajuar, të koordinuar dhe të orientuar drejt zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit në vitin 2026.